Asli kapitalizm işte sebep. Telefono finale, eh? Trasvenuta, ma se ne concia tutto.
Nderuar ambasador Dellavi. Nderuar ambasador Dellavi, të nderuar përfaqësues të media, të nderuar të pranishëm. Në lejën së pari ta falenderoj ambasadorin për radhën e tij në KCZ dhe njëkohësisht paftoj të një fjalë të radhës, së pari ndoshta vetëm kisha dashur të prezantoj antarët të cilët janë të prezent, antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi zotin Betim Gjoshi, zotin Arnaldo Steni, zotin Nena Drikolla, Erdan Shpat, zotin Eshref Vishi, Bajram Latifi, kryeshefin e Komisionit Qendror Enes Salini dhe drejtoreshën e zyrës për regjistrimin e partive politike zonë Miradije Klavërci. Atëherë zoti ambasador, fjala është juaj. Chairman Daca, distinguished members of the Civil Elections Commission, thank you for welcoming me here today. I'm delighted to have the opportunity to address your institution and to express our support for the key role you play in organizing elections. This is no small task, but we're confident
as you proved in 2014, that the CEC is more than equal to this task. As we Americans are fond of saying, every vote counts. So my number one message to Kosovo citizens is please get out and vote. The greater the turnout, the greater the mandate the next government will have to chart your important course ahead. The future of your country is in your hands, and June 11th is the day you get to have your say. This is particularly important for first-time voters. So, Heidi, vote. We're happy to see the CEC continuing to raise awareness among voters and educate them about the importance of their vote. Because elections are absolutely vital to securing the bright future that all Kosovo citizens deserve, I'm also calling on all politicians to pledge to keep the elections free of fraud and political violence. Being free of fraud starts with clean candidates lists. Any person tainted by corruption or other serious crimes has no place on candidates lists, in my view. Kosovo has many talented leaders that are not engaged in these activities, and they deserve a chance. So I strongly urge party leaders to scrub your lists and ask yourself if candidates really merit public's trust. Are they the best you have to offer? The Kosovo public and the international community also expect credible elections in which candidates, as well as the journalists who cover them, are free from intimidation. Campaigns are about who has the best ideas. They are about appealing to the highest aspirations of the people of Kosovo, to live in a peaceful and prosperous country and region. Therefore, I call on all parties and political leaders to reject and condemn all forms of intimidation. The CEC's success is underpinned by the strong election task force partnership this institution has with the ECAP, police, prosecutors, and judges. Therefore, I'd like to join the task force's call for voters to report any signs of irregularities. We have seen in the past how electoral fraud can harm Kosovo, but your efforts in 2014 contributed to a fair process that I believe is every citizen's fundamental right. I'm confident the CEC will do its utmost to ensure the integrity of the vote. Because it is crucial that Kosovo continues to meet European standards in the conduct of elections, the U.S. Embassy will join other international organizations in deploying observer teams at polling sites throughout Kosovo. We will be out in force on Election Day, and my own embassy team will be supplemented by colleagues from other U.S. embassies in the region. Because we also believe public confidence in Kosovo's elections is crucial, USAID is working to fund a program with the Kosovo Democratic Institute, which, through the Democracy in Action Coalition, will recruit, train, and deploy a cohort of 2,800 citizen monitors. These citizen monitors will observe and record voter registration, voting, and ballot counting procedures in polling stations on Election Day, in addition to pre- and post-election day observation. Through USAID, we are also happy to continue to support our partner, International Foundation for Electoral Systems, or IFES, to provide technical and advisory support to the County Results Center. However, it is Kosovo citizens who are best positioned to report any irregularities, so if you see something, please say something. Finally, we endorse no party and no candidate. We continue to work for an independent, democratic, prosperous Kosovo that is at peace with its neighbors. Thank you again for your willingness to meet us today. I look forward to following your success and the fairest and freest election yet in Kosovo. Thank you very much. Faleminderit zotin ambasador. Është nder i veçantë. Është një nder i veçantë për Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që në këtë kohë ta kemi mysafir ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Greg Veravi. Ardhja juaj këtu ka dëmethënie për institucionin tonë, jo vetëm për miqësinë e veçantë mes dy vendeve tona, por edhe për mësimet për demokracinë që marrim nga Shtetet e Bashkuara. Në nëntorin e vitit të kaluar, së bashku me shumë vëzhgues nga mbar bota, pashëm nga afër organizimin e zgjedhjeve në vendin tuaj dhe u kthella me bindjen e plotë se sa shumë mund të bëjmë edhe ne si shoqëri për të forcuar demokracinë përmes zgjedhjeve. Padyshim se organizimi i zgjedhjeve është një nga proceset më të mëdha dhe gjithëpërfshirëse për një shtet.
qoftë i madh apo i vogël, dhe na gëzon fakti se edhe Kosova tashmë ka traditë në këtë drejtim. Pas shumë proceseve zgjedhore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur që të sprovohet dhe të rrisë kapacitetet për të administruar zgjedhje në kompetencë. Edhe tani, kur jemi në kohë të zgjedhjeve të parakohshme, po punojmë maksimalisht në përmbushjen e detyrimeve kushtetuese dhe ligjore. Nga këto, dua të garantoj të gjithë akterët e këtij procesi zgjedhor dhe sidomos qytetarët tanë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbetet i vendosur se do të punoj pareshtur për organizimin e këtyre zgjedhjeve ashtu siç kërkohet me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, si dhe me standardet ndërkombëtare. Rritja e besueshmërisë në procesin zgjedhor, realizimi me integritet i tij, rritja e pjesëmarrjes së votuesve në zgjedhje, modernizimi i shërbimeve, janë vetëm disa prej aspekteve të shumta për arritjen e të cilave mbetet i përkushtuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjithashtu, zgjedhjet e lira, demokratike dhe sipas standardeve ndërkombëtare janë themeli i angazhimit tonë institucional, sepse qëllimi ynë është që zgjedhjet të gëzojnë besimin e qytetarëve dhe të akterëve tjerë të procesit zgjedhor. Në këtë drejtim, ne sot kemi nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, nga të cilët presim që të sjellin vëzhgues të këtyre zgjedhjeve. Padyshim që presim edhe organizata tjera e qeveritare, media e tjera që të vëzhgojnë këtë zgjedhje. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i zgjedhjeve është i domosdoshëm dhe rrit besueshmërinë në procesin zgjedhor. Prandaj shoqëria jonë duhet të mobilizohet për t'i treguar botës shembullin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Nga këto dua t'i bëj ftesë subjekteve politike që të sillen sipas ligjit dhe rregullave zgjedhore të KQZ-s, sepse në këtë mënyrë konsiderojmë se do t'i shërbejnë frymës pozitive për një proces të suksesshëm zgjedhor. Po ashtu dua të shfrytëzoj këtë rast për të ftuar të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të shfrytëzojnë këtë drejtë dhe ditën e 11 qershorit të votojnë. Për fond, shpreh edhe një herë falënderim për ambasadorin amerikan për prezencën e tij dhe të shpreh gjithashtu falënderim për mbështetjen e vazhdueshme që kemi marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes USAID-it dhe IFES-it në forcimin e kapaciteteve humane që për ne janë themel i një institucioni profesional dhe të qëndrueshëm. Ky bashkëpunim e them me bindje të plotë do të vazhdoj edhe në të ardhmen, ndërsa sot më gëzoi shumë fakti që ndëgjova nga zoti ambasador se do të kemi edhe vëzhgues nga ambasada amerikane dhe kjo edhe më tepër e forcon bashkëpunimin tonë dhe besueshmërinë, do të arrijë besueshmërinë në këtë institucion. Faleminderit për ndërlidhjen.